Tuna bën një premtim. Shpat, nëse Royli vendos të ngjitet në skenë, unë do të jem aty. Altuna Sejdiu, Tuna në mbledhjen komemorative për këngëtarin Shpat Kasapi u rikthye në kohë, duke folur për fillimet e tyre si fëmijë. Unë dhe ti Shpat ecëm në për shumë rrugë bashk. Ishim shok klase, ishim fëmijë të bekuar me prindër që na mbështetën në ëndrat tona për muzikën, ishim adoleshent që provuam barën e popularitetit para se ta kuptonim çfarë do të thoshte ajo. Ishim dy të rinj që në betejat nga Shkupi të depërtonin në Prishtinë. Tirane kudo që ka shqiptar dhe ja dolëm Shpat, u shpreh ajo. Ti ja dole sot kënga jote jehon në çdo qytet, në çdo shtëpi, në çdo zemër ku flitet shqip, sepse ti le shumë pas. Le muzikën që do të mbaj emrin tënd të gjallë për herë. Le buzëqeshjen tënde, atë buzëqeshje që nuk u largua asnjëherë nga fytyra jote, le porosin se të jesh i mirë, të jesh i pastër, i qetë, i dashur është vlerë e njerëzimit, theksoi ndër tjerash. Artistja e njohur bëri dhe një premtim për djalin e të ndjerit, i cili tani është vetëm 3 vjeç. Shpat Kasapi, miku ynë ti ishe dhe do të jesh pjesë e një brezi të artë. Do të vinë emrat e tjerë, do të krijohen këngë të tjera, por vendi yt, drita jote nuk do të zëvendësohet, dhe nëse një ditë Royli vendos të ngjitet në skenë, unë do të jem aty, të premtoj, do ta mbështes, ashtu si dikur që ne mbështetëm njëri tjetrin. Ky është premtimi im për ty. Shpati nderoi jetë në moshën 40 vjeçare, pak ditë më parë si pasojë një sulmi në zemër. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.